Bien të gjitha ankesat e VMRO-s në KSZ, Qashka për herë të parë do të drejtohet nga një shqiptar. LSDM akuzoi qeverisë se po fshe marrëveshjen për migrantët me Britaninë e Madhe. Autoritetet nuk po merren vesh, gjendja me mbeturinat në Shkup mbetet alarmante. Marco Rubio thekson se Izraeli po e kërcënon marrëveshjen e armpushimit në Gaza. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Suat Shaqiri është konfirmuar si fitues në garën për kryetar të komunës së Qashkës. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka refuzuar një zëri ankesat e koalicionit VMRO-DPMNE për parregullsi në disa vendvotime në këtë komunë. Nga ana tjetër, ankesat e koalicionit të LSDM-s, përfaqësuesja e koalicionit tërhoqi të njëjtat në momentin që u mbajt seanca. Banorët e Qashkës sot kanë edhe një herë arsye për të festuar, pasi Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme ka refuzuar ankesat e koalicionit VMRO-DPMNE lidhur me votimet në komunën e Qashkës. Bëhet fjalë për refuzimin e ankesës për parregullsi zgjedhore në vendvotimin 2028 në Mellnis të Qashkës, për vendvotimet 2205 ndaj 1 dhe 2205 në Jabollshisht e Epërt dhe vendvotimin 2204 në Jabollshisht të Poshtëm. Suat Shaqiri është emri i ri që ka thyrë çdo tabu, pasi është shqiptari i parë që do të udhëheq komunën e Qashkës. Nga ana tjetër, ankesat e koalicionit të LSDM-s, përfaqësues e koalicionit tërhoqi të njëjtat në momentin që u mbajt seanca. Gjatë seancës nuk munguan as debatet mes anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe përfaqësuesve politik. Antarja Ditmire Shehu tha se përfaqësuesit që kanë qenë prezent në ato zgjedhje, të gjithë kanë nënshkruar se procesi ka qenë në rregull, ndërsa vërejtjet kanë filluar pas mesnate. Mendoj se ky kundërshtim është pa bazë dhe duhet një herë për gjithmonë ne si institucion i vetëm, të cilët organizojmë zgjedhje, të vendosim në bazë të vullnetit të popullit e jo mbasi parashtruesve të listave nuk u pëlqejnë rezultatet në mbas orës 23 apo 24 në mbrëmje, në ata momente për çudi fillojnë të kenë vërejtje për procesin e votimit. Në të njëjtën vijë qëndroi edhe nënkryetari i KSZ-s Abdush Demiri. Fakti është se Komisioni Zgjedhor duhet kishte kontrolluar së pari identitetin përmes pajisjes për identifikim dhe më pas të kishte vazhduar në listën zgjedhore, por kjo shkelje është teknike, jo thelbësore. Dhe kjo kishte ndikuar në mënyrë të pakonsiderueshme në procesin e përgjithshëm të votimit. Aq më tepër tregon edhe fakti që votuesi nuk parashtroi kundërshtim për arsye të shkeljes drejtës së votimit në Komisionin Komunal Zgjedhor. Ndërkaq, përveç komunës së Qashkës, KSZ refuzoi edhe hapjen e kutive në Butel për shkak të pajisjes biometrike që nuk ka funksionuar. Sipas ankesës së Aleancës Kombëtare për Integrim, u kërkua anulimi dhe rizgjedhja e komisionit për vendvotimin 2915 ndaj 1, pasi pajisja për identifikim biometrik nuk ka funksionuar. Përderisa brenda hapësirës së KSZ-s po vendosej për ankesat e bëra nga VMRO-ja dhe LSDM-ja jashtë objektit, banorët shqiptar të Qashkës prisnin me padurim se çfarë do të vendosej. Kryetari i zgjedhur i Qashkës tha se meritën për këtë fitore historike kanë popullata e cila kësaj radhe u bashkua për të zhbërë padrejtësitë shekullore. Kjo ishte atmosfera para zyrave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ku dhjetra banor që kishin udhëtuar nga Qashka me padurim prisnin që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mos t'i pranoj ankesat e VMRO-DPMNE-s dhe LSDM-s për komunën e tyre. Me orë të tëra ata qëndruan para këtij institucioni së bashku me kryetarin në ardhje të kësaj komune, Suat Shaqiri, pasi antarët e KSZ-s një zëri vendosën t'i refuzojnë si të pabazat të gjitha ankesat e partive maqedonase, filluan telefonatat dhe urimet nga Mërgata.
Kryetari në ardhje i Qashkës tha se meritën për këtë fitore historike e kam popullata e cila kësaj radhe u bashkua për të zhbërë padrejtësinë shekullore, tha se do të jetë zëri të gjithë qytetarëve dhe nuk do të bëjë dallime, premtoi se do të angazhohet njëjtë edhe për popullsinë pakicë në këtë komunë. Prandaj ne u bashkuam që të arrijmë qëllimin atë që ndoshta është e vonuar, por kësaj radhe është e merituar. Dhe ne jemi në krye të asaj komune që do të jemi zëri i të gjithë qytetarëve, kjo do të jetë edhe e rëndësishme, pa anime, pa diskriminime. Tha se pasi ta merr detyrën, do të përgatis projekte dhe do të bëj punë, por tha se do të jetë edhe insistues dhe do të kërkoj nga institucionet mjete për Qashkën. Nuk mund të garantoj paraprakisht, por unë një gjë garantoj. Do të trokas derë në të gjitha organet, institucionet kompetente që Qashka dhe banorët e Qashkës të shfrytëzojnë të gjitha elementet kryesore që i duhet një popull. Për zgjedhjet lokale në Qashk ka pasur mobilizim masiv dhe afërsisht 600 mërgjimtar kanë udhëtuar nga e gjithë Europa për të shfrytëzuar të drejtën e tyre të votës në fshatrat shqiptar të Qashkës, kurse pas zgjedhjeve të 19 tetorit në KSZ kishin arritur 5 ankesa nga partitë maqedonase, të cilët kërkonin rivotim në 5 vendvotime. Një nga arsyet ishte edhe dalja e madhe e banorëve dhe interesi i tyre për të votuar. Dy kampet politike shqiptare dhe sot kanë hedhur akuza ndaj njëra tjetrës për keqinterpretim të rezultateve të rrethit të parë të zgjedhjeve lokale. Koalicioni vlen e ka cilësuar si humbje kontaktit me realitetin, praktikën e eksponenteve të AKI-s për të përkthyer në numrat e deputetësh totalin e votave për këshilltar në kuvendet komunale. Aleanca Kombëtare për Integrim thekson se legitimiteti politik i tyre është rikonfirmuar fuqishëm në 3 palë zgjedhje presidenciale, parlamentare dhe tash edhe lokale. Tentativat e dëshpëruara të AKI-s së shpartalluar dhe pa busull për t'i përkthyer zgjedhjet e 19 tetorit në mandate deputetësh janë dëshmi se ky koalicion nuk ka humbur vetëm vota, por edhe kontaktin me realitetin. Kështu thonë nga Vlen, sipas tyre deklaratat e Arbër Ademit, Blerant Ramadanit, krenar Llogës dhe disa të tjerëve që dalin me grafikone imagjinare për deputet të ardhshëm janë dëshmi e panikut që ka përfshirë koalicionin me shirit ngjitës, siç e cilësojnë ata. Në më shumë se 10 komuna, shqiptarët dhan besimin për energji të re, për fytyrat që punojnë, jo që fshihen pas patriotizmit të rem kur s'kan çfarë t'u ofrojnë njerëzve. 4 ditë me radhë lideri i tyre i pakontestueshëm Ali Ahmeti nuk është faqur askund, ndoshta ende po pret t'ia tregojnë rezultatet e referendumit. Arbër Ademit, Blerant Ramadanit dhe krenar Llogës u urojmë dalje sa më të shpeshta publike. Çdo herë që flasin, AKI humb nga 1000 vota dhe ne sinqerisht s'kemi asgjë kundër. Nga ana tjetër, koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim thekson se ata janë fituesit e zgjedhjeve lokale, duke përmendur votat për listat e këshilltarëve. Ata thonë se nëse atë ditë do të kishte zgjedhje parlamentare, AKI do të kishte 20 mandate, përkundrejt 15 të Vlenit. Për më pak se 1 vit e gjysmë, në 3 palë zgjedhje presidenciale, parlamentare dhe tash edhe lokale, legitimiteti politik i Aleancës Kombëtare për Integrim është rikonfirmuar fuqishëm dhe pa ekuivok. Edhe në këto zgjedhje lokale të mbajtura të dielën, AKI është fituese në rrafshin kombëtar. Në zgjedhjet për këshilla komunal, AKI ka një epërsi prej mbi 23.000 votash në nivel kombëtar dhe nëse zgjedhjet parlamentare do të mbaheshin po atë ditë, AKI do të kishte 20 mandate, përkundrejt 15 të kampit tjetër politik. Ata shtuan se edhe këto zgjedhje lokale e kanë konfirmuar qartë se AKI është fituese në rrafshin kombëtar, duke theksuar se risia më e madhe e këtij cikli zgjedhor është komuna e Qashkës, ku 2 partitë maqedonase sot po bëjnë çmos me ankesa dhe kundërshtime për të zhbërë një fitore historike të Aleancës Kombëtare për Integrim. Ndërkaq, fitore të thella e bindse janë shënuar në Gostivar, Vrapçisht, Likov e Plasnic. Partia Maqedonase në opozit LSDM ka kërkuar përgjigje nga qeveria rreth vizitës delegacioni qeveritar në Britaninë e Madhe. Sipas kësaj, partia ka dyshime se në Londër është folur për pranimin e migrantëve dhe hapjes së kampeve në Maqedoninë e Veriut.
LSDM-ja opozitare ka akuzuar sot qeverinë se po e fshen nga opinioni bisedimet që po zhvillon me Britaninë e Madhe për pranimin e migrantëve në vend. Zëdhënësja e partisë Bogdan Kuzeska tha se sipas informatave që kanë, tema e migrantëve ka qenë në fokusin e takimeve që del. Legacioni qeveritar ka zhvilluar ditën e fundit në Londër. Kuzeska thotë se Britania e Madhe ofron investim strategjik për vendet e rajonit, por se kjo vjen në pako me bisedime dhe oferta për hapjen e kampeve për migrantë. Kampovi vo Makedonia. Me që qeveria jonë pothuajse një vit po negocion për lloje të tilla huazh dhe investimesh dhe ka paralajmëruar një kredi prej 7 miliard eurosh nga Britania, Mickoski tashmë nuk mund të fshihet dhe duhet të përgjigjet qartë. Çfarë saktësisht është biseduar në temën e migrantëve dhe kampeve për migrant? A është e vërtetë që me marrëveshjen për Juan ekziston edhe një marrëveshje tjetër për migrantët, të cilën qeveria nuk e ka bërë publike? Pse Mickoski, i cili merret vetëm me PR, ka refuzuar një intervistë të rëndësishme për gazetën The Times. Këtë e ka konfirmuar vetë mediumi. Pse është shmangur nëse nuk ka çfarë të fsheh? Ndërkaq, delegacioni qeveritar nga vendi që mori pjesë në samitin e Ballkanit Perëndimor në Londër, njoftoi se është zhvilluar takim me kryeministrin britanik Keir Starmer. Megjithatë, në njoftim u tha se palët kanë diskutuar për forcimin e bashkimit ekonomik dhe tregtar dhe rolin e rëndësishëm të Mbretërisë së Bashkuar në mbështetjen e Ballkanit Perëndimor në kuadër të procesit të Berlinit. Po ashtu, kryeministri Christian Mickoski ka zhvilluar edhe një takim 8-8 me kryeministrin britanik. Në takim se duan për thellimin e bashkëpunimit bilateral dhe mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për vendet e rajonit. Synimi kryesor është procesi i Berlinit. Përkatësisht, takimet e nivelit më të lartë që po mbahen gjatë ditës. Procesin e Berlinit organizon personalisht e kryeministri Keir Starmer dhe jemi seriozisht të përkushtuar në realizimin e marrëveshjes mes qeverive. Në kuadër të këtij samiti, Mickoski ka realizuar shumë takime me pjesëmarrësit në këtë samit, të cilët i ka cilësuar si të frytshme dhe tha se është optimist sa i përket progresit të vendit në rrugën e integrimeve në BE. 11 persona janë prangosur nga policia gjatë aksionit të djeshëm. Ata do të dalin para drejtësisë për akuzat për fajde dhe pastrim parash. Ky grup i dyshuar kriminal i shfrytzuar gjendjen e vështirë financiare të viktimave për t'i zhytur në kamata të larta që në shumicën e rasteve përfundonin me marrjen e detyruar të pasurive të paluajtshme. Një aksion i gjerë nga sektori për luftimin e krimit të organizuar i MPB-s ka rezultuar me arrestimin e 11 personave në Shkup. Aksioni është zhvilluar pas urdhrave të siguruar nga Gjykata Themelore Penale e Shkupit, ku të dyshuarit akuzohen për vepra penale fajde dhe pastrim parash dhe të ardhurat të tjera nga veprat penale. Kundër 8 personave të arrestuar, ekziston dyshim se si ndihmës kanë kryer të 2 veprat penale, ndërsa për personat me inicialet MK 73, PK 41 dhe GS 46 dyshohen për pastrim parash dhe të ardhurat të tjera nga vepra penale. Nga fillimi i vitit 2022 deri më sot, 9 prej të dyshuarve janë organizuar në një grup kriminal që merrej me dhënien e parave me marrëveshje, duke kërkuar përfitim pasuror jo proporcional në para, mjete ose pasuri të paluajtshme. Duke shfryzuar gjendjen financiare të viktimave, ata u huazonin para me norma interesi nga 5% deri në 15% në muaj, me rritje për çdo vonesë në pagesë. Nga të dëmtuarit kërkonin që të kthenin shumën e huazuar me interesin e llogaritur ose të paguanin çdo muaj vetëm interesin. Kur ata nuk kishin mundësi të kthenin huan, të dyshuarit kërkonin që viktimat t'u dorëzonin ose t'u vinin peng pasurinë që zotëronin, duke e kaluar në emër të ndonjërit prej të dyshuarve. Siç thekson MPB, pagesat janë bërë drejt për drejt përmes ndonjërit prej të dyshuarve ose përmes llogarive bankare. Mjetet financiare që të dëmtuarit i kishin kthyer në shumë të pabarabartë janë depozituar në llogaritë bankare të dyshuarve ose në kasaforta. Më pas, përfitimet e tyre të pajustifikuara pasurore janë futur në mënyra të ndryshme në qarkullimin financiar ligjor. Një pjesë e këtyre parave që të dyshuarit i kanë marrë janë përdorur për të krijuar përshtypjen se fondet janë fituar ligjërisht. Rrugët, trotuarët dhe hapësirat publike në kryeqytet janë mbuluar me grumbuj të mëdhenj mbenturinash që ditat ditës po kthehen në male pleherash.
Tashmë edhe minjt po shihen rrugëve të Shkupit, një pamje e trisht që flet vetë për krizën e thellë higjienike në të cilën ndodhet kryeqyteti. E gjithë kjo për shkak të paralizimit të shërbimeve komunale. Rrugët, trotuaret dhe hapësirat publike janë mbuluar me grumbuj të mëdhenj mbeturinash, që dita ditës po kthehen në male plekhrash në zemër të qytetit. Era e rëndë si dhe pamjet e tmerrshme të rrugëve dhe trotuareve po shoqërojnë çdo lagje. Banorët vazhdimisht ankohen dhe thonë se kjo gjendje tashmë është bërë alarmante. Thas të mbeturinave qëndrojnë të hapur për ditë të tëra, ku dhe insekte të shumta janë shfaqur dhe po pranë tyre qytetarët detyrohen të kalojnë çdo ditë. Nga ana tjetër, institucionet heshtin. As ndërmarrja komunale e higjienës, as qyteti i Shkupit nuk japin përgjigje të qarta se kush e mban përgjegjësinë për këtë gjendje kaotike. Sabahatin Rustemi, drejtori i higjienës komunale, ka theksuar se aktivitetet e ndërmarrjes publike kryhen në përputhje me programin për mbledhjen dhe transportin e mbeturinave nga territori i qytetit të Shkupit. Por, sipas Rustemit, në muajt e fundit ka pasur probleme me një numër të madh të automjeteve komunale, të cilat janë të vjetëruara dhe të prishura. Gjithashtu, ai bëri të ditur se gjatë ditëve të fundit, disa shoferë nuk kanë ardhur në punë pa dhënë asnjë arsyetim. Sipas Rustemit, mungesa në punë dyshohet të ketë prapavi politike, me qëllim uljen e efektivitetit të kryerjes së aktiviteteve të ndërmarrjes në terren. Po ashtu, nga higjiena komunale thanë se në periudhën e fundit, ndërmarrja është përballur edhe me sasi jashtëzakonisht të rritur të mbetjeve komunale, të vëllimshme dhe të ndërthimit të hedhura në sipërfaqet publike dhe të trafikut. Për këto arsye, mund të ketë vonesa në mbledhjen dhe transportimin e mbetjes në vendet të caktuara. Ankesa për punën e komunales vijnë edhe nga bordi ekzekutiv i organizatës sindikale të Sutkozit në higjienën komunale të Shkupit. Sipas sindikatës, të punësuarve disa muaj u lëshohen pagat me vonesë, edhe pse në llogarinë e ndërmarrjes rregullisht transferohen mjete nga parat që qytetarët i paguajnë faturat. Të punësuarit kanë paralajmëruar se do të ndërmarrin masa kundër udhëheqësisë së ndërmarrjes, duke dorëzuar padi penale dhe kallëzime në inspektoratin e punës. Nga ana tjetër, higjiena komunale disa ditë më parë informoi se pagat lëshohen me rregull, me disa ditë vonesë. Mbi 60.000 qytetarë janë paraqitur deri më tani për vaksinim kundër gripit sezonal, ndërsa mbi 8.000 persona tashmë janë imunizuar. Momentalisht, procesi i vaksinimit në vend po zhvillohet me dinamik të mirë dhe me interesim të qytetarëve, sidomos të atyre që i përkasin kategorive më të rrezikuara nga gripi sezonal. Imunizimi realizohet në gjithsej 35 pika vaksinimi të shpërndara në të gjithë territorin e vendit. Për të lehtësuar procesin, Ministria ka mundësuar që qytetarët të paraqiten për vaksinim në mënyrë të thjeshtë dhe efikase përmes aplikacionit vaksinacia.mk apo përmes mjekëve të tyre amë që kujdesen për koordinim dhe regjistrimin e pacientëve në sistem. Sekretari i Shtetit të SBA-s Marco Rubio paralajmëroi të mërkurën se Izraeli po kërcënon marrëveshjen e anëpushimit në Gaza të propozuar nga presidenti Donald Trump, pasi parlamenti i tij ndërmori një hap drejt aneksimit të pjesëve të bregut perëndimor të pushtuar. Mendoj se presidenti e ka bërë të qartë që kjo nuk është diçka që ne mund ta mbështesim tani dhe ne mendojmë se kjo është madje kërcënuese për marrëveshjen e paqes, u tha Rubio gazetarëve para se të nisej për në Izrael. Paralajmërimi erdhi pasi parlamenti izraelit miratoi 2 projekt ligje të lidhura me aneksimin në një lexim paraprak të mërkurën. Të 2 draftet duhet të kalojnë 3 lexime shtesë për të bërë ligj. Vota erdhi pavarësisht kundërshtimit nga presidenti Trump, i cili tha muajin e kaluar se nuk do të lejonte Izraelin të aneksonte bregun perëndimor. Kjo ndodhi gjithashtu gjatë vizitës së nënpresidentit Vejs në Izrael si pjesë e një përpjekje diplomatike të SBA-s për të ruajtur anëpushimin në Gaza, i cili hyri në fuqi me 10 tetor. Aneksimi i bregut perëndimor do të jepte fund në mënyrë efektive mundësisë së zbatimit të një zgjidhje të 2 shtetërore për konfliktin palestinezo-izraelit, siç përcaktohet në rezolutat e OKB-s. Franca ka lëshuar një urdhër të ri ndërkombëtar arresti për presidentin e rrëzuar sirian Bashar al-Assad, duke mbajtur atë përgjegjës për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera gjatë luftës së gjatë
civile të vendit. Sipas raportimeve, urdhër arresti i nënshkruar me 29 korrik synon Asadin për rolin e tij të dyshuar në sulmet kimike të kryera në vitin 2013. Sulmet ndodhen më 5 gusht 2013 në Adra dhe Duoma, duke plagosur rreth 450 persona dhe me 21 gusht në Gutën Lindore, ku gazi thuhet se vrau më shumë se 1000 individ sipas inteligjencës amerikane. Ndryshe, ky është urdhër arresti i tretë që autoritetet franceze kanë lëshuar për Asadin. Gjykatat franceze më parë kanë lëshuar urdhër arreste në lidhje me bombardimin e një qendre shtypi në Homs në vitin 2012, ku u vran gazetarja amerikane Maria Colvin dhe fotografi francez Romy Oshlik, si dhe bombardimin e një zone banimi civilësh në Derea në vitin 2017. Asad, udhëheqësi i Siris për gati 25 vjet, iku në Rusi, dhjetorin e kaluar duke i dhënë fund regjimit të partisë Baath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963. Të paktën 40 emigrant përfshirë foshnja kanë vdekur pasi varka e tyre u fondos në brigjet e Tunizis në një nga katastrofat detare më vdekjeprurëse në rajon këtë vit, thonë autoritetet. Një zyrtar tha se varka u përmbys pranë portit mesdhetar të Mahtias në Tunizin qendrore, ndërsa mbante rreth 70 emigrant. Zyrtari shtoi se të gjithë personat në bord ishin nga Afrika, pa dhënë detaje të mëtejshme. Kjo është katastrofa e fundit që ka goditur emigrantët që përpiqen të kalojnë mesdheun nga Afrika në Evropë, shkruan BBC. Rreth 30 emigrantë janë shpëtuar në katastrofën e fundit, e cila ndodhi të mërkurën. Autoritetet tuniziane kanë hapur hetime për rrethanat që kanë çuar në këtë katastrofë. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.